Një mënyrë tjetër që personat nën hetim kanë përdorur për të përfituar pasuri në mënyrë të palishme është falsifikimi i regjistrave të vitit 1929-1957, të cilat administrohen në arkivën e IRS-ZVRPP-ve, si dhe dokumenteve mbështetës që administrohen në arkivën e Zyrës së Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Durrës. Mekanizmi i përdorur në këtë rast është sigurimi i regjistrave të titulluar radhor për transkriptimet të viteve 1929-1957 nga një person i quajtur Mozi, duke e korruptuar atë dhe punonjës të arkivës së ZVRPP-ve. Fshirja pjesore e shkrimeve që ndodheshin në fletët e fundit të regjistrit ose në fletët brenda tij, por me pak përmbajtje shkrimi, rishkrimi një transkriptimi të ri nga një person i quajtur Daja, gjetja e personave të besuar, preferoheshin ish pronar, emri të cilëve do të shërbente si trashëgimtar i pasurisë së falsifikuar, aplikimi pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave për njohje, kompensim ose kthim fizik, padi civile në gjykatë për njohje pronare dhe detyrimin e ZVRPP-ve dhe Autoritetit Shtetëror të Kadastrës për regjistrim të pronës. Tjetërsimi i pronës duke shitur te investitor të interesuar për investim në zonat bregdetare të rrethit Durrës. Të njëjtin mekanizëm kanë përdorur dhe për falsifikimin e pronave në rrethin e Tiranës. Personat nën hetim, thot SPAK, Aleksandër Laho, Vullnet Muça dhe Agron Bejdolli kanë kryer veprime aktive për falsifikimin e dokumentave duke bashkëpunuar dhe me persona të tjerë që identifikohen pjesërisht vetëm me emrat si Tosi, Vlashi, Lodi, Xheku. Në këto veprimtari ato dyshohet se janë ndihmuar kundrejt shpërblimit edhe nga punonjës të IRS-ZVRPP-ve Durrës të përmendur me emër prej tyre, siç janë Leo, Turi, Mozi, Mikesha, ARSH e tjerë, bazuar në të dhënat e siguruar nga akti i ekspertimit të telefonit Galaxy A10 të personit nën hetim Agron Bejdolli. Ka rezultuar se personi me emrin Mozi është shtetasi Gramoz Muharremi, i cili në periudhën 2020-2021 ka qenë i punësuar në Drejtorinë e Përgjithshme Shtetërore të Kadastrës. Gjithashtu dyshohet se shtetësia Ermira Avdyli, ish specialiste e arkivës në IRS-ZVRPP Durrës, ka bashkëpunuar me shtetasin Agron Bejdolli për të verifikuar dokumenta të ndryshme të arkivës dhe për të nxjerrë prej arkivës referencat e pasurive për të cilat është bërë dokumentimi ligjor i regjistrimit të tyre me dokumente të falsifikuara.